Duhem të jem një baba tamam, si çdot. Edhe ajo, drejtë më ta thënë, koxha po merr koha. Apo mendon ti që një ditë mund kesh një koncert? Çfarë përveç se me muzikë Andos, si e kalon një ditë? Ku është? Ku mund ta gjejmë? Jam me punë fakt, kështu me ca punte, me ca investime këtu që kam bërë edhe merrem kështu me gjëra ditore. Edhe drejtëm ta thënë Maksim, edhe kjo prindërimi, koxha full time job, a? Po e vërtet. Po merr kohë shumë. Po don për kushtim edhe net pa gjumë, edhe po mundohem të jem një baba tamam, si çdot. Edhe ajo, drejtëm ta thënë, koxha po merr koha. Apo mendon ti që një ditë mund kesh një koncert tëndin dhe ku do t'jetë ky koncert? Në Tiranë apo në Prishtinë? Sepse ke plot hite, plot këngë të bukura, edhe sa di une nuk është shuar dashuria për rockun e bukur. Nga ana jonë flas në këtë rast. Ne jemi bërë si ato fosilat, jemi bërë si ato fosila dinosaurëve, Maksim, edhe unë nuk po dorëzohem, kështu sa e përket krijimtarisë. Dhe bën shumë mirë. Me performanca live nuk po jam fort aktiv, se edhe këto obligimet e mia, këto gjanat, atë liri nuk pe kam edhe aq fort, por do angazhohem tani edhe jam bisedime me këta antarët e mi të vjetër të bendit që kam bashkëpunu me vite që të rikthehem me koncerte ashtot. Por drejtëm ta thënë edhe ai motivi, disi nuk është se ekziston, se nuk po vlerësohet më disi Maksim, sidomos në Kosovë, nuk është se po vlerësohet fort kjo krijimtaria jonë, drejtëm ta thënë. Shqipëria është më ndryshe, Shqipëria ende koxha vlerësohet rock muzika, disi pop rock muzika, se tani gjithçka është pop rock, por është çesharake, por unë kam realizu projektin e Dritë Ragollit, që është një projekt shumë i veçantë për mu. Domethënë këtu portalet, asnjë portal, këto portalet tona në Kosovë, asnjë portal nuk shkruan dot për këtë lloj krijimtari tani më. Vetëm tani këto portalet tona, Maksim, vetëm këto Big Brother, këto farë skandale,